Me aktivitetet të ndryshme në Ferizaj u shënua dita botërore e personave me aftësi të kufizuara nga organizatat që mbrojnë të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë kosovare. Mirpo, ato festuan ndaras. Të vegjëlit e kësaj kategorie nga qendra e kujdesit ditor përmes një marshi simbolik në qytetin e Ferizajt, mbledhjes së nënshkrimeve në një pano, por edhe me një anketim avokuan për të drejtat që duhet t'i gëzojnë. Këshilltarja e kësaj qendre tha se shoqëria duhet të mësohet që pjesë e saj është edhe kjo kategori, ndërkaq që 2 vite këta fëmijë po marrin shërbimet që më herët nuk i kishin. Sot po ashtu sikur në çdo qytet tjetër në vende ndryshme të botës festohet 30 dhjetori dita ndërkombëtare e aftësisë të kufizuar, po ashtu qendra jonë bashkëpunim me prindë dhe vullnetarë të ndryshëm kemi organizuar një paradë në sheshin tonë me qëllim vetëdijësimit dhe sensibilizimit popullatës në mbështetje dhe largimin e stigmës që është tek për personat me aftësi të kufizuar, në aspektin e ngritjes së kapaciteteve për mbështetje të personave me aftësi të kufizuar, po ashtu edhe në shërbime sa më të mira për këta persona. Ndërsa shoqata handicap ditën e tyre e shënoi me një manifestim simbolik duke i dhënë karakter të një feste, derisa kërkonin kujdes edhe më të madh për ta, ndërkaq fal Drejtorisë Komunale për Shëndetësi dhe Ministrisë për Integrime Evropiane, antarë të shoqatës përfituan edhe nga një pako higjienike. I kemi aktivitetet tjera ku është dash me pas treza, ligje, drafte, ku ta djen. Sot kemi dash thjesht ta kemi veç si fest, në atë kuptimin fest, si lloj ditëlindje apo si çfarë do shojmë, çfarë do forme të mundim ta çojmë. Dhe normal që kësaj ideje ju ka bashkangjitur edhe Ministria për Integrimin Evropiane, e cila pa hezitim ka ndihmuar 45 familje me pako higjienike në vlerë 40 euro. E shoqata Hendikos ditën e sotme e shënoi përmes një konference në të cilën shprehu shqetësimet e saj për gjendjen në Ferizaj të personave me aftësi të kufizuara. Dhe kjo ditë ka një rëndësi të veçantë dhe për qëllim të promovojë të drejtat dhe mirëqenien e personave me aftësi të kufizuar në gjithë botën. Përmes shënimit të kësaj dite, qytetarët me aftësi të kufizuar u ofrohet mundësia që duke ngritur zërin e tyre të kontribojnë që vëmendja e opinionit shoqëror të përqendrohet mbi jetën e pavarur dhe të vlefshme të qytetarëve me aftësi të kufizuar, promovimin e të kuptuarit mbi çështjen e aftësisë së kufizuar dhe mobilizimin e shoqërisë në përkrahje të personave me aftësi të kufizuar për një jetë me dinjitet, me drejta të barabarta dhe mirëqenie të tyre. Kombet e Bashkuara në vitin 1992 shpalli 3 dhjetorin ditë të personave me aftësi të kufizuar, me qëllim të promovimit të kuptuarit të çështjeve mbi aftësinë e kufizuar dhe të mobilizimit në përkrahjen për dinjitet, të drejta dhe mirëqenie të personave me aftësi të kufizuar.